Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër, ju uroj që të keni një ditë të mbarë, të bukur, me emocione, me arritje, e me çdo gjë që nis me kamën më mbarë në fillimin e një dite. Ne këtu në studio jemi mjaft të entuziazmuar sepse un kam piktor të vegjël, të cilët kanë ardhur me mësuesin e tyre, e cila është një piktore e mirënjohur. Kam mjaftuar tema një anër për t'i evidentuar si fitues në një konkurs kombëtar të përfshirë me shumë piktor të vegjël të moshave të ndryshme dhe që i ka frymëzuar për të realizuar punimin e tyre. Nuk është e lehtë që të mendosh për të realizuar një temë të veçantë në pikturë dhe të realizosh atë më së miri. Ndër 500 pjesëmarrës të konkursit kombëtar të piktorëve të vegjël, të titulluar Unë jam ngjyra, me temën e punimit një anër, janë evidentuar 50 më të mirët, e ndër 50 natyrisht janë disa që kanë marrë çmime. Unë sot i kam ftuar 2 prej pjesëmarrësve shkodran në këtë konkurs, të cilët kanë ardhur me mentoren e tyre, me mësuesen e tyre, piktoren e mirënjohur Denisa Brahimi. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Denis. Më vjen shumë mirë që arti yt edhe i të mësuarit po ka shumë sukses, apo jo? Këto janë fëmijë të cilët janë mëkuar me kujdesin tuaj dhe që kanë hedhur hapa të guximshëm. Është vërtet mirëmëngjesi një herë. Është kënaqësi gjithmonë me qenë të studio. Faleminderit ju. Po disa ta herë. Dhe këto 2 piktorë të vegjël ndjehen mjaft besim plot se tashmë peneli i tyre po vlerësohet. A është kështu? Anit Bekteshi, fituesi i çmimit të parë në kategorinë 6 dhe 9 vjeç me punimin e tij, gjithmonë me titullin Një anër. Urime. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Ta ka marrë mendja që do jesh fitues apo ishte një surprizë? Ishte një surprizë. Një surprizë. Bashkë me mua është edhe një piktor tjetër, i cili ka ecurinë e tij dhe ka dalë në atë grupin që është evidentuar në shumë piktor të tjerë, të vegjël, dhe ky është Rian Rexha. Nadia, mirë se erdhe Rian. Mirëmëngjes. Tash ti jem edhe më i sigurt sepse përveç kësaj pjesëmarrje ke pas edhe një ekspozitë tënde apo jo, dhe piktura është kënaqësi. Si është? Shumë kënaqësi. Është shumë kënaqësi, a? Po. Ju e kaloni kohën duke pikturuar apo keni edhe gjëra të tjera me cilën merreni? Kalojmë kohë me pikturë. Me pikturë. Mund të afroheni pak pranë mikrofonit sepse zani juaj në pikturë është i fuqishëm. Ti jetë edhe zani juaj këtu në mikrofon po aq i fuqishëm. Shumë mirë. Po si morët pjesë në këtë konkurs një herë na tregoni sepse ky është një konkurs që për herë të parë është një konkurs kombëtar i organizuar nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Qendra Kulturore e Fëmijëve, edhe ju menjëherë ju tingëlloi ky lajm, kush ju tha se është një konkurs? Mësuesja. Mësuesja juaj. Punoni vazhdimisht me mësuesen, a? Shumë mirë. Po çfarë ndjek? Si mendon? Që të marrim pjesë. Që të marrim pjesë, të bëjmë diçka, të Kishi marrë ndonjëherë pjesë në konkurse? Jo. Asnjëherë. Jo. Po kjo që ju duk diçka e mrekullueshme? Po. Po bën edhe ne piktor të njohur, kështu? Po kur ju tha temën, një anër, një ëndër. Çfarë menduat se keni ju në ëndrrën tuaj? Ju keni shumë ëndra një herë. Për shembull, çfarë ëndrash keni? Një herë doshat që të vizatosha Afroje pak, edhe zani më. Por mësuesja më tha që të mos vizatoj se një pirat do të thotë një hajm.
Hajdutët e detit, kusarët e detit. Po, sepse ti ke shumë interes për filmat, më trego pa? Unë kam shumë interes për anijet. Për anijet? Që do të thotë të pëlqen natyra. Edhe? Edhe me pëlqen të vizatoj anijet. Njëherë kam bërë një anije me letra. Me letra ishte bërë e madhe, të gjithë e kanë pëlqyer këtë. Po masëtaj, ti këtë doshe ta bësh e piktur. Po kjo varianti i piratëve sikur u lkund paksa, dhe masëtaj çfarë ëndre përqafove ti që të duke bukur? Që të eksploroj natyrën. Të eksplorosh natyrën. Çfarë do thotë të eksplorosh natyrën? Që të jesh gjithmonë pranë natyrës. Të jesh gjithmonë pranë natyrës dhe të... Po? Dhe të mos rrim në telefon të gjithë kohën, se nuk është mirë, duhesh të luash me shokët. Çfarë të erdhi në mendje të eksplorosh natyrën? Si mund ta paraqisje ti një punim tënd, një pikturë tënde që shpreh ëndrrën e eksplorimit të vazhdueshëm të natyrës. Çfarë ke paraqitur në punimin tënd? Unë ka paraqitur një person që isha unë. Jeti, vetvete. Po, vetvete. Sa bukur. Dhe një herë që ishte e plot, dhe disa yje, por një yll ishte i madh, dhe ai ylli i madh ishte ylli polar. Ylli polar. Po ajo shigjeta aty çfarë është? Ajo shigjeta ishte një meteor. Duke rënë nga qielli. Nga qielli. Siç duket ti pas ke dalë në eksplorim kur ka rënë muzgo, Po ajo bicikleta aty. Çfarë? Bicikleta është që të mos ndodh natyrën, që nuk duhet ta nisim me makinë, se ndodh natyrën. Po qënk edhe një njeri ekologjik? Apo jo? Anidi është shumë i lidhur me bicikletën e vet. Eksploron shumë me bicikletën. I keni frymëzuar fëmijët profesoresha, mësuesja juaj, ju ka frymëzuar apo jo? Po. Ju ka drejtuar mësuesja. Po mirë kur thëm mësuesja, sa bukur e ke gjetur temën, çfarë ndjeve ti? Unë ndjeva se në këtë rast mendosha se duhet të dalja nga 50 persona që të ikun finale. Në finale. Mirë. Ti fillove punën. Po. Si e realizove këtë pikturë të mrekullueshme? Mësuesja ma ka thënë që të eksploroj natyrën, dhe unë e bëra, dhe pastaj... Me çfarë teknike e realizove punimin? Me pastela. Me pastela? Mu më duket pak e vështirë, unë e kam shumë vështirë me punu me pastela. Për mua jo. Për ty jo? Po pse kush të ka mësu ty? Mësuesja. Mësuesja. Është e bukur të punosh me pastela? Shumë. Edhe ti e realizove për sa kohë? Për 2 o 3 javë ishte. Sa që i pas ke ba me shumë mendim ato punë, çdo vije mendu me mirë që mos e fshije, kjo është. Bravo, mirë, po e lajm këtu pikturën tek zemra, sepse unë du të ftoj tashti Rianin, i cili, sepse mësuesen do ta pyes për të gjithë atë motorin që ju jep mësuesi, atë frymëzimin, atë dëshirën që ju keni, apo jo. Riani ka realizuar një punim tjetër. Edhe kjo është një ëndër, apo jo? Po. Një ëndër. Po cila është ëndra jote, Rian? Që të bëhem futbollist. Futbollist? Po si duhet të bëhesh ti futbollist? Për shumë me stërvitin, me mësu stile. Me mësu stile? Tashti, a do me u bë artist apo futbollist? Ja, me pikturën kam që me u bë arkitekt, kur të rritem, edhe futbollist. Edhe futbollist, po shumë mirë, kemi një arkitekt që luan futboll. Kjo është, Ke fillu të stërvitesh edhe atje? Po. Bravo. Po tashti të qëndrojmë tek piktura. Ti
e kishe të fiksume që do të prezantoje këtë pikturë e cila jep një moment të një takimi në fush me futbollin. Po. Kishe parasysh ndonjë futbollist aty ke ba apo ke ba fytyrën tënde me të shokëve? Ja, kam bë vedin të gjyt topin. Edhe mëra pak isha shok të parë, të mërit ata. Ti ishe mbrojtës apo sulmues? Ja, sulmues. Sulmues që shënon gola. Po. Dhe kjo pikturë ka dalë në atë finalen mes 500 që kanë dalë 50. Si e përjetuat dalje në finale ju? Ku ka dalë emri im, kjo ishte pa pritur, dhe mami u gëzua atë shumë. Kush u gëzu më shumë, ti apo mami? Mami është gëzu më shumë. Dhe ti e gëzu se është gëzu mami, apo edhe pse ti ke ba një punim të bukur. Bravo. Po ti, Rian, kur dole në finale? Mami u gëzu të më shumë. Këto gëzimet tuaja janë të padiskutueshme. Besoj se ka qenë një rrugtim i bukur, Denisa, apo ja? Faktikisht ka qenë një rrugtim i bukur. Ne funksionojmë si grup. Janë edhe fëmijë tjerë që unë faktikisht sot duhet t'i përgëzoj, edhe jam shumë krenare për punët e tyre. Se janë punë me të vërtet jashtëzakonisht me fantazin, me atë uniken që ato kanë për brenda, por tashi këto konkurset kanë edhe pak atë dikush do hyj, dikush pak do zhgënjehet, por gjithmonë do kemi që të marrësh pjesë. Këtë i kam thënë që pjesëmarrja është shumë e rëndësishme sepse i rrit, mësohen me pjesën e konkurimit. Por, si që thashe, ka pak edhe këtë që të vjen pak keq të ndoshta edhe mua, po edhe atyne normalisht, por janë edhe rastet të tjera, do ketë edhe mundësit të tjera, që normalisht këto e dim shumë mirë, është me rrallë. Njëherë kanë fitu një pjesë tjetër, njëherë pjesë tjetër. Po ju mos mbrapsni, ju të jepni më të mirën tuaj. Gara gjithmonë duhet jetë me vetën, që ju të paraqitni gjatë bukur. Kanë ecur këto fëmijë me pikturën, ju dalloni prirjet e tyre apo jo? Kanë ecë, faktikisht edhe mundohemi shumë për të aktivizuar në për workshopet ndryshme, këto kanë shku shumë herë tek Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi, në Muzeun Historik Shkodrës, po. Domethënë mundohena normalisht kush ka dëshirë, sepse secili ka ato angazhimet e veta, po përgjithsisht janë të gatshëm për me bashkëpunu edhe për të kriju normalisht eksperienca të reja, që në fëmini është shumë e rëndësishme, sepse kontakti me muzet, me artist, me punojësit, me mentor. Afër bashkisë keni bën një aktivitet, më duket, keni realizu aktivitetet vazhdueshme, apo jo, merrni pjesë, ha? Marrin pjesë. Sa e bukur për ju është piktura? Shumë. Shumë. Sa është e bukur? Është ajo mendime. Të shtjen në mendime. Bravo Rian. Shprehin ato emocionet e veta. Bukur, nuk mund të bësh një pikturë pa mendim. Përkundrazi, apo jo Anit? Çfarë më herët keni pikturuar edhe keni pa punime të tjera patjetër? Po. Çfarë keni realizuar? Për shembull, diçka që ju ka mbet në mendje, sepse Riani është autor edhe një ekspozite, ka arritur të ka hapur në shkollën e tij, po një ekspozitë personale. Një personale, kështu që besoj se prej asaj kohe ti kush e di sa punime të tjera ke realizuar, apo jo? Më thuaj pak sa? Sepse ajo makina aty, ai portreti aty janë shumë interesant që ti ke realizuar. Si ke realizuar? Ato i kam kopjuar. Stile të ndryshme. Riani është shumë i lidhur me Picasson. Ani di pak me tepër me Van Goghun, pra edhe merren edhe pak me
interpretimin e veprave që janë shumë të rëndësishme në historinë e artit Në botëror. historinë, pra edhe njihen edhe marrin shumë anë të bukura të tyne. Prej që kur keni filluar të pikturoni dhe të pikturoni jo thjesht me një laps, por me ngjyra, me teknika të ndryshme, më tregoni pak sa? Qysh kam kanë kopsht. Aha, Po, unë. edhe ti. Po çfarë teknikash përdorni ju? Unë shpesh përdori me lapsa. Aha. Unë me postila. Po, për shembull, në këtë rast ti ke përdorur me pastel. Po. Po ti Me postila. me la postila. Po sa vështirë është ajo? Ti je shumë i zotë me i përdor, apo jo? Po me bojra vaj keni filluar apo ende? Jo. Dhe pastelat. Pa pastelat është bukur ti përdorësh apo duhet shumë kujdes që Dhe shumë kujdes që të mos bësh shpis. të mos bësh pis. Një dorë. Është bukur edhe duhet me pas kujdes. Është bukur. Punojnë faktikisht shumë edhe me pastelin, teknikën e vizatimit, të lapsave, edhe akrilikun, e kanë eksploru, por bojrat e vajt Ende. është Shkall. Bukur, mirë. Në fakt të pikturosh do të thotë që të vendosh shumë, edhe të realizosh gjëra të bukura, edhe të drejtohesh drejt asaj që është e vlefshme. Po. Po mirë, ju keni shumë punime. Po. Cilat janë më ato interesante që kur keni mbritur aty ka thënë zysha, sa bukur e ti. Mua ka qenë lule gjillit të Van Goghut. Edhe? Unë e kam ke bërë dhe natën me yje, Po, që po. është teknikën e akrilikut, E ka akrilik. që është goxha e vështirë si teknik. E ka sepse e kemi sjellë edhe me foto. Aha. Po, është e bukur dhe sfiduese që ti ndjekësh edhe ëndrrën e tyre fëmijëve, por edhe ti drejtosh, sepse këto shpeshherë janë dhe befasues, apo jo? Ne flasim faktikisht shumë. Mhm. Mundohemi që komunikojmë, Mhm. që të përshtatemi pak edhe me dëshirën e tyre, pra që mos jetë thjesht një imponim i imi, Aha. por edhe të përshtatet pak me dëshirën e tyre, pastaj edhe unë mundohem pak për imponu në thojza. Po, natyrisht për ta drejtuar, Për ta në drejtu, mënyrë po. sepse Por, zysha është ajo që deri- di të pikturoj. Deri tash kemi pas komunikim të Të mirë. mirë. Cilat janë ngjyrat më të bukura që ju mendoni se ju pëlqejnë më shumë? e gjelbra. E gjelbra, Po. sepse lidhet me natyrën, më Po. duket. Po për ty Bluja. bluja. Pse? Deti, qielli, Po. syt nga një herë blu. Janë shumë të bukur. Gjithmonë e kam dosh bluhen. Gjithmonë e ke dash bluhen. Që do të thotë ju keni shumë kënaqësi që t'i jepni ngjyrë punimit tuaj. Mirë, keni bash shumë piktura. Tashti janë disa peizazhe, disa janë reflektime, kompozime, disa janë natyra të qeta, por ju cilat janë më afër jush, që i bani më me qef? Rian. Portretin pëlqejnë. E Portrete. sfidon veten goxha Riani. Punon goxha portrete faktikisht. Po mirë, ti më duket se ke ba dhe portrete që lidhen me të afërmit tuaj. A është e vërtetë kjo? Po. Për shembull? Kur kam qenë i vogël e kam vizatuar herë mami. E ke vizatu. Po më pas që kur ke fillu të rritesh, ke ba portrete të tjera? Vu kam vizatu vedin edhe vëllat. Aha. Po ata i kam vizatu në shtëpi. Po mirë, shumë mirë, në shtëpi. Po si punoni ju? Ku punoni, në shtëpi apo edhe kur shkoni te zysha? Të dyja. Të dyja. Po në shtëpi kur jeni, do të thënë, ju jeni në atë hapësinën tuaj, keni një vend ku rrini edhe pikturoni. Po. As kërkush nuk ju ngacmon? Ja. Nuk e qilë derën mami, lej, t'ju shohin. Jo? Është sa me fat janë se ka një pavarësi. Nuk ngacmojnë hiç. A? Nuk ngacmojnë. Nuk ju ngacmoj. Po
Kur e baron një punim, kujt ja tregonin fillim? Mamit. Mamit. Po mamin e keni kështu artista, po është Jo. Thjesht ja tregu se çka kena bëvë për çfarë. ju bën vërejtje mami? Po. I nisin edhe te mësusja, Po pastaj fill te mësusja, se mësusja specialistja, Riani mami ka është pikturu këtë, Anidi ka pikturu këtë, na shiko pak. Kjo është një mrekulli. Mirë, ju u nisët një ditë të bukur për të dërgu punimet tuaja në një konkurs. Nuk dinit as pak se kishit konkurrent, po ishin disa shokë dhe shoqe tuaj, apo ja? Po. A mund t'i përmendim edhe ata? Unë kisha vetëm një, Ha? Rejanin. Riani. Vetëm një. Anidi. Po kanë qenë edhe disa të tjerë. Atëherë ti është e nevojshme faktikisht mi përmend, unë i kam falenderu shumë për punën e tyne. Është Tara, është Onidi, është Reina, janë shumë që tash edhe për momentin nuk po na vinë sepse është bë edhe goxha kohë që me pjesëmarrjen pra që janë nis Për herë të punimet parë. për herë të parë dhe pastaj ka qenë pritja. Për ju ishte diçka mbreslënse që këto dy fëmijë ishin finalistë e madje edhe Faktikisht janë Anidi. të vetmit nga Shkodra që hynë në finale. Riani dhe Anidi. Edhe për mu normalisht është Dhe Anidi të fitoj një Natsi. çmim të parë, për kategorinë e Ishte vet është papritshme. ishte e papritshme. Po mirë, e festove ti këtë çmimin apo Po. si festove? Shku me neve lipoj, unë hëngra Ha, makarona. shumë mirë. Me deti. Me fruta deti. nga Tirana në Velipoj. Kjo. Po not atë ditë ishte pa orar, pa tjetër. Po. Shumë mirë. Po ti, Rian, je finalist, si e festove ti? Shkuva në Lezhë, shku me te i pizzeria dhe hanë me pizza. Shiko se kjo bota e mrekullueshme e fëmijëve është kaq e pastër dhe kaq e bukur sa që të kënaq në çdo hap që ju keni dhe mos i harroni ato mbresa me Velipojën, me Lezhën, ju mund ta bani përsëri një ëndër të realizuar me diçka tjetër apo jo? Po. Mbasi keni fitu tash ti. Keni vazhdu të punoni apo keni thënë një sy gjumë një herë? Një vazhdu që të punojnë. Keni punu përsëri. Qa ke fillu ti, çfarë punësh ke fillu? Me pamjen. Me Peizazh. peizazh, po, peizazh. Po. Çfarë peizazhi? Disa shtëpia, disa shtëpia, edhe gjona tjera. Po mirë, këtë disa shtëpia e morën fotografi dhe pastaj po. Jo. Jo, ha? Fantazi. Ha? Nuk ishte fantazi, por kam dalë jashtë dhe kam Në natyrë. Bravo! Bravo. Ti je një piktor i kavaletit, që do të thotë ti del në natyrë. Del në natyrë. Kjo të jep një guxim si të jashtëzakonshëm. impresionistët. Bravo. Po ti kur dola aty, tu afruan njerëz të tjerë apo ishe vetëm vetë? e isha vetëm vetë. Shumë mirë. Kjo të dha qetësi dhe ti e realizove atë. Po. E ke ruajtur për një konkurs tjetër apo aty se mos bën një E kam ruajtur. E ka rujt faktikisht, kemi dalë një ditë në natyrë, në Lugishte, pra pak nxehtë, por kemi gjetë orarin e përshtatshëm, edhe ka realizu një peizazh shumë interesant duke imituar teksturën e objekteve si që ishin pemët, shtëpitë, bari. Cila është porosia që t'jep vazhdimisht mësuesja? Që të mos habitesh, se kur habitesh nuk bën asgjë. Mbaron puna. Më ndoshta në i zog aty që këndon bukur ose në i lule e mrekullueshme të rrëmbën vëmendjen. Jo, ti i përqendruar. Ndërsa Riani ka një kënaqësi tjetër. Çfarë ke pikturuar mas konkursit? Kam pikturuar një pallat. E kam bëllë unë në pamje. Kam do në balkon në shpisa, kam pikturuar në telaja. Sa bukur. Parlose kam kërë.
se ke kry, vazhdon ta pikturosh çdo ditë. Që do të thotë ju e kaloni kohën në mënyrë shumë të motivuar, të zgjuar, të vlefshme. Tashti që vinë pushimet e verës, si keni mendu këtë punën tuaj me pikturën, edhe me gjëra të tjera natyrisht? Me lexu, me pikturu, me dorë me lyp me shok. Futbollin, kujdes, bravo. Po ti? Të lexoj libra, të pikturoj dhe të bëj pak aktivitete. Me bicikletën mos e harro, sepse ke aty shumë bukur. Të gërmosh në botën e brendshme të këtyre fëmijëve, me art është një mjeshtri e veçantë, Denis, apo ja? Tash është rrugtim i joni që ta themi e kam për detyrë për me dhanë diçka nga vetja tek këto fëmijë. Unë e kam kënaqësi të veçantë me punu me fëmijët. Edhe ju I keni parë pikturat dhe punimet e zyshës tuaj, sa të bukura janë? Po ato ngjyrat që I ka fantastike. Është mjeshtri, ndoshta se keni pyetur si ke kombinu ato jeshila, ato ngjyra të kuqërreme që I ka kësajat, I kanë në studio, I shohin herë pas herë, po edhe nga një herë kur ndroj diçka, nalen fill, mësiste paske ndryshu vendin. Kjo është e bukura që të jesh aty pranë një artiste dhe të këmbesh atë mendimin, eksperiencën, të marrësh atë vlerësimin e saj, por edhe vrejtjet, apo ja? Një ëndër. Nëse do t'ju jepe një fletë e bardhë për ta shkruar një ëndër tjetër, çfarë keni tjetër? Se kam menduar hala. Hala. Po ti? Unë e di që ju keni shumë ëndra, që jo vetëm të hani një akullore, por edhe të bëheni njerëz të mëdhenj me profesione të bukura, por Penelin do ta leni me një anë apo do të bëheni edhe piktor? Do të bëhemi edhe piktor. Keni mendu që të hapni në ekspozitë? Unë jo. Po, përsëri, a? Po. Bravo. Dhe për këtë kë falenderoni, sepse çdo fëmijë dhe çdo njeri atë mirënjohjen e ka mike, shoqe. Unë falenderoj mësuesen time dhe prindërit e mi. Mësuese Denisa? Po. Bravo. Mirë. Ti do komunikosh edhe tani në verë, mësuese e bana këtë punim, këtë pikturë, më thuaj vrejtje të lutem, që ti rregulloj, a? I thuk shu apo të pëlqen? Po, më pëlqen që ti qoj foto dhe ta bëja më mirë. Shumë mirë. Po të rja? Ti një përshëndetje? Po. Unë e falenderoj vetëm mësuesen. Edhe mësuesen. Edhe mamin e babin që të rrinë aq pranë, që ju blejnë ato bojrat, që ju lanë atë mundësinë tuaj, sa më shumë dhe që të hapni ekspozita. Kështu është, kjo është. Familja është një mbështetje shumë e rëndësishme faktikisht për çdo fëmijë. Për çdo fëmijë, natyrisht fëmia është I mamit, I babit, e pastaj edhe I mësueses, që e mëson. Një ëndër, nuk do të harroni asnjëherë. Ishte suksesi më I madh në këtë moshë, por që besoj do të pasojnë edhe të tjera. Po. Për shembull? Ndoshta mund të ketë ndonjë konkurs tjetër. Edhe? Ju do merrni pjesë. Tashti jeni të njoftun, apo jo? Mirë. Faktikisht më kanë thënë këto ditë që ky ishte edicioni I parë I konkursit dhe vitin tjetër do vazhdojnë edicioni I dytë dhe që tashi mësuesenit që tashi do menojmë. Po ajo tema do jepet në momentin e fundit. Po pra, I thash, do jetë një tematik tjetër dhe ne nuk e dim se këto me atë Po ju punoni shumë bukur me punët tuaja në mënyrë që
të stërviteni dhe të... Ha? Po, vetëm po thoni, në rregull. Ju flisni më shumë me ngjyrat, ju flisni me punimet tuaja, të cilat janë shumë të bukura dhe që janë vlerësu. Këto çmime do t'i ruani fort në murin tuaj të kupen. Po. Ti ke një kup? Po. Po pse se mora sot? Harrova. Harrova. Mirë. Unë uroj që këto kupa, këto vlerësim. Me vërtet që kemi harru ta sillim kupen edhe çmimin. Nuk na falet. Do ta nisim me foto. Ne mendojmë që ju jeni të mrekullueshëm piktor të klasës, të shkollës dhe të ekspozitave. Shumë përgjithësi me punu me fëmijët, apo ja? Është përgjithësi, faktikisht, por kur ke edhe fëmijë talentum për me punu, pastaj edhe puna bëhet më e lehtë. Unë juroj vetëm suksese. Po këto suksese arrihen me punë, me djers. Vetëm me punë. Vetëm me punë. Dhe ju jeni tashmë piktor që njiheni. Edhe në shkollë dhe në klasë ju njohin. Bravo. Suksese dhe vetëm suksese. Çmimi i parë në konkursin e parë kombëtar të pikturës për fëmijë, mosha 6 deri në 9 vjeç, Anita Bekteshi. Dhe finalisti i këtij konkursi, i përzgjedhur në më të mirët prej 500 pjesëmarrësve, është Rian Rexha. Urime dhe suksese gjithmonë. Gjithmonë respekt për ju. Falenderoj. Piktoria mirënjohur Denisa Brahimi është pranë këtyre fëmijëve gjithmonë me kujdesin, me vëmendjen, me orientimin, me sugjerimin e saj dhe natyrisht me vlerësimin që jep. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj vetëm mbarësi në rrugtimin tuaj si piktor. Faleminderit. Ju falenderojmë e gjithmonë respekt edhe për ju e dashur merit. Faleminderit juve. Suksese gjithmonë, ju pres prap këtu. Kur delni fitues, po dhe jo, s'ka problem. Është bukur që të bësh gjëra të bukura, pjesëmarrja dhe këto të punojnë dhe ta harxojnë kohën me gjëra të bukura. Kjo është. Faleminderit.